Platforma sociale TikTok duket se ende nuk është mbyllur plotësisht në vendin tonë. 13 marsi si afati i fundit i vendosur nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, i cili detyronte që kompanitë e internetit të merrin masat e nevojshme për bllokimin e plotë të aksesit në TikTok, do të shtyhet. Kjo platformë ende vijon të jetë e hapur në Shqipëri, por me vështirësi në përdorim si dhe me shenjën e bllokimit në proces. Autoriteti për Sigurinë Kombëtare ka nisur fazën fillestare dhe i gjithë procesi do të kërkojë deri në 10 ditë pasi duhen më shumë veprime për kryerjen e procedurave përkatëse me kompanitë për heqjen e platformës nga celularët. Ideja e parë për mbylljen e TikTokut erdhi nga kryeministri Edi Rama pas humbjes së jetës së një 14 vjeçari me thik nga bashkëmoshatari i tij pas një sherri të nisur në rrjetet sociale. Fill pas kësaj ngjarjeje, qeveria nisi konsultimet me 65.000 prindër dhe mësues dhe vendosi mbylljen e platformës si masë për sigurinë e fëmijëve. Për ta rihapur sërish TikTokun do të duhet që kompania të garantojë filtra për të mbrojtur të rinjt nga videot agresive.